Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me edicionin më të ri të magazinës informative 21 drejt për drejt. Qeveria në detyrë ka marrë vendim të ndajnë nga 100 euro për fëmijët, pensionistët, studentët dhe punëtorët e sektorit privat. Në mbledhjen e sotme, po ashtu u aprovua edhe vendimi që shtesat për lehonat nga muaj maj të rritën në 500 euro. Pako ne prezantoj kryeministrin në detyrë Albin Kurti, i cili tha se mbështetja e njëhershme për pensionistët dhe fëmijët do të ekzekutohet në fillim të javës së ardhshme. Mbështetje njëhershme prej 100 eurosh për pensionistët. Mbështetje njëhershme prej 100 eurosh për fëmijët. Mbështetje njëhershme prej 100 eurosh për punonjësit e sektorit jo publik. Mbështetje njëhershme prej 100 eurosh për studentët aktiv. Do të synojmë që pagesat e njëhershme për familjet përfituese t'i bëjmë në fillim të javës që vjen. Pra, para festës Bajramit, ashtu që secila familje të ndjehet e barabart në atë ditë feste, duke e ditur se dora e mirë e shtetit kujdeset për ta. Kurse për të punësuarit të sektorit jo publik dhe për studentët, nga Ministri i Financave jam njoftuar që nevojitet procedur aplikimi, e cila do të hapet në javën e ardhshme. Jemi të vetëdijshëm se në mungesë të buxhetit të rishikuar, i cili u bllokua nga bloku opozitar, kjo pako të dashur qytetar nuk i adreson të gjitha problemet dhe nevojat, por sadopak lehtëson barrën për secilën familje në vendin tonë. Sepse për dallim nga bloku opozitar, qeveria jonë është qeveri që kujdeset që dora e shtetit të prek secilin. Jemi qeveria e vetme e cila ka dëshmuar se mendon për hallet e secilës familje në Republikën e Kosovës. Mbështetje të njëhershme. Ndërkaq që Ministri në detyrë i Financave Hekuran Murati ka dhënë detaje për shpërndarjen e pakos për përballjen e inflacionit, e cila u miratua sot në mbledhjen e qeverisë. Murati bëri të ditur se mjetet financiare për pensionistët dhe fëmijët do të ndahen javën e ardhshme, kurse punonjësit e sektorit privat do të duhet të aplikojnë për të përfituar më pas. Murati bëri të ditur se jo të gjithë punëtorët e sektorit privat do të përfitojnë nga ndihma e qeverisë. Ai tha se të drejtë aplikimi për të përfituar nga 100 euro do të kenë vetëm punëtorët e sektorit privat të regjistruar në muajin prill me të ardhura mujore më pak se 1000 euro në muaj. Mbështetje të njëhershme për përfituesit e skemave pensionale sipas listës së pagesave të muajit maj të këtij viti, për mbështetje të njëhershme për të gjithë fëmijët që janë përfitues të skemës së shtesave për fëmijë, për të gjithë punësuarit e deklaruar në muajin prill, pra me të ardhura mujore më pak se 1000 euro që nuk janë në listën e pagave që paguhen nga buxheti i shtetit. Pra këto është sektori privat dhe sektori tjetër pra publik, por që është jashtë organizatave buxhetore, pra përfshihen shoqëria civile, por edhe ndërmarrjet publike dhe organizata tjera, pra që nuk marrin pagë nga buxheti. Si dhe pra mbështetje edhe për të gjithë studentët aktiv dhe të rregullt në vitin akademik 2025-26 në institucionet e arsimit të lartë në Kosovë që përmbushin kriteret për përfitim. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lumir Abdigjiku, ka reaguar ndaj vendimit të fundit të qeverisë udhëhequr nga Albin Kurti për ndarjen e 100 eurove për disa kategori qytetarësh në Kosovë. Në reagimin e tij, Abdigjiku e ka cilësuar këtë mas si të motivuar politikisht, duke shtuar se synon ndikim elektoral në prag të zhvillimeve politike. Sipas tij, vendimet të tilla nuk adresojnë problemet reale të qytetarëve, por shërbejnë si mjete për ruajtjen e pushtetit, blerje votash, propagandë, fyerje, ofendime, krizat të njëpasnjëshme. Çdo mjet i mundshëm për të qëndruar me çdo çmim në pushtet. Asnjë ide, asnjë projekt, asnjë punë. Kjo nuk është pako e inflacionit, kjo është pako e tentimit për blerje vote, shkroi Abdigjiku.
Kandidatja për deputetën nga radhët e PDK-s, Blerta Deliu Kodra, ka reaguar po ashtu pas vendimit të qeverisë në detyrë për ndarjen e një pagese prej 100 eurosh për disa kategori të qytetarëve pak ditë para zgjedhjeve. Përmes një postimi në Facebook, ajo ka kritikuar këtë vendim, duke thënë se qytetarët e Kosovës nuk janë lypsar. Kryeministër, qytetarët e Kosovës nuk janë lypsar, mos i trajto si të tillë. Kur një qeveri kujtohet për qytetarët vetëm pak ditë para zgjedhjeve, atëherë problemi nuk është te 100 eurot, por te mënyra si e sheh qytetarin. Kosovarët nuk ka nevojë për lëmosh elektorale, ka nevojë për paga dinjitoze, ekonomi të fortë dhe perspektivë që të rinjtë të mos shohin largimin si zgjidhje, shkroi ajo. Qeveria në detyrë përveç vendimit për mbështetje të njëhershme nga 100 euro për fëmijët, pensionistët, studentët dhe punëtorët e sektorit privat, në mbledhjen e sotme ka miratuar edhe ndarjen e mjeteve buxhetore në vlerë prej 1 milion euro për zbatimin e masës 3.4, kupon ushqimi për familjet në nevojë. Kryeministri në detyrë Albin Kurti tha se vendimi lidhet me pakon e ringjalljes ekonomike dhe synon mbështetjen direkte të kategorive sociale. Mjeteve buxhetore në vlerë për 1 milion euro synon mbështetjen e familjeve në nevojë përmes masës 3.4 kupon ushqimi në kuadër të pakos ringjalljes ekonomike. Mjetet transferohen nga programi ringjalljes ekonomike në departamentin e skemave sociale dhe do të përdoren për mbulimin e kostove sipas thirrjes së shpallur për përfitues. Oda ekonomike amerikane në Kosovë ka shprehur shqetësimin e saj lidhur me përdorimin në rritje të masave të njëhershme financiare si përgjigje ndaj sfidave ekonomike dhe inflacionit në vend. Në një reagim publik, Oda amerikane theksoi se mbështetja për kategoritë e cënueshme dhe ruajtja e fuqisë blerëse janë të rëndësishme, por vlerësoi se pagesat e përkohshme ofrojnë vetëm lehtësim afatshkurtër dhe nuk adresojnë problemet strukturore të ekonomisë. Sipas Odës amerikane, masat që fokusohen kryesisht në stimulimin e konsumit rrezikojnë të kenë ndikim të kufizuar afatgjat, pasi një pjesë e madhe e konsumit në Kosovë përkthehet në rritje të importeve dhe jo të prodhimit vendor. Demokracia në veprim ka vlerësuar se vendimi qeverisë në detyrë për ndarjen e pagesave të njëhershme për kategori të ndryshme të qytetarëve vetëm pak kohë para zgjedhjeve përbën shkelje ligjore dhe, siç kanë thënë ata, paraqet rast klasik të keqpërdorimit të resurseve publike në periudhë zgjedhore. DNV ka vlerësuar se legjislacioni ndalon përdorimin e resurseve publike për qëllime që ndikojnë ose mund të ndikojnë në vullnetin e votuesve. DNV ka rikujtuar që Kuvendi i Kosovës nuk kishte miratuar iniciativën për plotësim ndryshimin e ligjit për buxhetin, në kuadër të së cilit ishin paraparë mjete për një pako të tillë financiare. Prandaj ka vlerësuar se ky vendim paraqet edhe tejkalim të dispozitave të ligjit për qeverinë, i cili kufizon qartazi mandatin e një qeverie në detyrë në marrjen e vendimeve me implikime financiare, sidomos kur ato nuk burojnë nga planifikimi rregullt vjetor dhe nga buxheti aktual. Njohësi i çështjeve të ekonomisë Lek Musa vlerëson se futja në treg e 200 milion eurove nuk do të ndalë inflacionin, por rrezikon të nxjisë edhe më shumë atë. Musa ngriti alarmin se pikërisht si shkak i masave që po praktikon partia në pushtet, së shpejti qytetarët e Kosovës do të ballafaqohen me çmime edhe më të larta nga sa janë aktualisht, ndërsa tha se inflacioni do të frenohej nëse do të kishte lehtësime për prodhuesit vendor. Po është evidente se kjo është vetëm theme një fushat paraelektorale, cila ka për qëllim thjesht në farforme që të tërheqë sa më shumë votues për subjektin e cila duke qeverisur me qeveri, dhe fatkeqësisht po vazhdon një trend shumë i keq i shfrytëzimit nga partia në pushtet i buxhetit të shtetit, politikës themi fiskale, për qëllime elektorale, dhe ky është një sinjal shumë i keq
në lidhje me financat publike. Sepse qëllimi, siç thuhet nga ana e qeverisë, është që të targetohet masat themi negative nga inflacioni, mirë po me këtë jo se do të ketë ndikim në inflacion, bashkë përkundrazi, kjo do të ndikojë në rritjen e konsumit, në mënyrë indirekte kjo do të rrisë kërkesën dhe në një ekonomi kur ka shtim të kërkesës në treg pa pasur një rritje ekonomike, kjo domosdoshmërisht do të shpije deri tek inflacioni dhe në rastin e Kosovës gjithashtu kryesisht do të ketë një ndikim themi pozitiv tek shtetet prej nga Kosova importon produkte e jo në ekonominë vendore. Pra është njëra prej masave, jemi mësuar tani më nga kjo qeveri që të marrë masa të tilla sa herë që kemi zgjedhje dhe shpresoj se votuesi thjesht nuk do të mashtrohet nga politika të tilla dhe do të shef më larg sa vetëm një themi shpërblim afat shkurtër dhe jo diçka që ndikon pozitivisht në aspektin afatgjatë si në ekonomi ashtu edhe në zhvillimin e gjithëmbarshëm të mirëqenies, e cila duhet si quhet me politika afatgjate e jo me disa intervenime të tilla vetëm për synim të blerjes së votës. Pra, po më thoni se ka rrezik që të arrisë edhe më shumë inflacionin? Po, gjithsesi, kjo vetëm se do të ndikojë në ngritjet e inflacionit dhe nuk do të ketë ndikim as pak në uljen e inflacionit. Është një masë afat shkurtër, çka do të mundet një qytetar të blejë me 100 euro, çfarë lloj ndihme është ajo, duhet ta vlerësoj secili person në Kosovë. Dhe mos të harrojmë se nëse në sektor privat intervenohet me një asistencë themi 100 euro, mos të harrojmë se sektori privat lëviz me paga prej ta themi 300-400 euro deri tek pagat që mund të shkojnë 5.000-6.000 euro. Prandaj ku është logjika e ndihmës sektorit privat me nga 100 euro? Po në përditësi u kërkua një ndërhyrje qeverisë që ta zbus ose që të frenohet inflacioni. Nuk ishte kjo e duhura? Inflacioni duhet ndihmuar duke intervenuar në sektorin e prodhimit, pra duke ulur kostën e prodhuesve vendor. Në atë mënyrë, kur tulet koste e prodhuesve vendor me intervenime tek landa parë, tek inputet, kostet e energjisë, në atë mënyrë do të mund të arrijej edhe deri te zvogëlimi i çmimeve në Kosovë, e jo duke arritur konsumin, sepse kërkesa gjithmonë ndikon në rritjen e inflacionit dhe ngritjen e çmimeve. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se ka marrë vendim për certifikimin e listës votuese për zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Kosovës, të cilat do të mbahen më 7 qershor. Sipas të dhënave nga kjo listë, numri shtetasve të Kosovës me të drejtë vote në këtë proces zgjedhor është 2.092.174 votues. Kjo listë përmban 15.884 votues, më shumë se në zgjedhjet e parakohshme për Kuvend, të cilat u mbajtën më 28 dhjetor 2025. Numri i votuesve të rinj që do të votojnë për herë të parë në zgjedhjet e parakohshme më 7 qershor është 22.685 votues. Përderisa dita e zgjedhjeve të qershorit po afrohet, ende nuk dihet nëse komisionerët e dyshuar për manipulim votash do të jenë pjesë e procesit zgjedhor. Koordinatoria nacionale për zgjedhje në Prokurorinë e Shtetit, Laura Pula, tha se hetimet janë duke vazhduar për një numër komisionerësh. Ajo paralajmëroi ngritje të akuzave për të dyshuarit varësisht rezultatit të hetimeve.
Komisionerët e dyshuar për manipulim të votave në zgjedhjet e kaluara nuk duhet të jenë pjesë e procesit zgjedhor, vlerëson Instituti Demokratik i Kosovës dhe juristët. Sipas tyre, pjesëmarrja e komisionerëve të dyshuar dëmton rënd integritetin e zgjedhjeve të qershorit. Realisht ligji e thotë që ata nuk kanë ndalesë, po gjithsesi duhet të kemi parasysh sepse ata kanë kontaminuar zgjedhjet, janë të dyshuar për manipulim të zgjedhjesh, edhe normalisht është mirë të ju mohohet e drejta për punë në zgjedhje për shkak të mënyrës se si kanë manifestuar dhe si kanë punuar gjatë zgjedhjeve. Sigurisht nga ana KQZ-s. KQZ-ja është autoriteti që merret me to dhe KQZ-ja është autoriteti i cili mund të marrë informata direkt prej gjykatave për çështjet që lidhen me zyrtarët që kanë për të punuar gjatë zgjedhjeve. Nëse kemi njerëz të njëjtë, potencialisht mund të kemi pasoja të njëjta, edhe vonesa të njëjta, proces të rinumërimit, proces të cili është domethënë jo legjitim në kuptimin që është dashur të rinumërohet e tër Kosova prapë, për shkak se ka pas komisioner të papërshtatshëm dhe njerëz të cilët kanë kryer vepra penale. Mendoj që jo, nuk do të dohej të jenë pjesë, sepse pjesëmarrja e tyre në procesin zgjedhor do ta dëmtonte integritetin e zgjedhjeve dhe nuk ka asnjë kuptim që personat të cilët janë të dyshuar, pavarësisht se janë në fazën e hetimeve dhe gjithmonë prezumimi pafajësisë ekziston, ndonjëri prej tyre edhe mund të shpallet i pafajshëm, por prapë mendoj që pjesëmarrja e tyre, duke pas parasysh se procesi zgjedhor është një proces i ndihshëm, do të vinte në pikpyetje integritetin e zgjedhjeve dhe është mirë që ata persona gjithë, kushdo që është në procedura, të zëvendësohen me komisioner tjerë. Çka nëse përsëritet situata e njëjtë si në zgjedhjet e dhjetorit? Çka do të tregonte kjo për zgjedhjet në së organizimin e tyre? Mendoj që duke u nis nga ajo që ndodhi në zgjedhjet e fundit, janë më të pakta gjasat që të përsëritet, pasi që mendoj që gjithë ata që hynë në procesin zgjedhor kanë marrë mësim nga ajo që ka ndodhur herën e fundit dhe nuk do të kishte asnjë kuptim që kjo çështje të përsëritet, thjesht të mos kenë marrë mësim nga e kaluara. Por nëse vërtet përsëritet, atëherë do të ishte shumë shqetësuese dhe do duhej të ndërmerreshin masa vërtet me drastike dhe me dinamike për të penguar që kjo çështje të mos përsëritet të ardhmen. Në ndajnë edhe pak ditë kur nis fushata zgjedhore më 28 maj, por partitë politike deri më tash nuk kanë vënë sinjale se janë të gatshëm për bashkëpunim pas procesit zgjedhor për formimin e institucioneve të reja. Profesori universitar Ibrahim Gashi tha se partitë politike duhet t'i ulin inatët dhe të bashkëpunojnë pas zgjedhjeve në ndërtimin e institucioneve. Profesor, në ndajnë edhe pak ditë që kur duhet njësë fushata zyrtarisht pra me 28 të këtij muaj, por sikur ka nisur intensifikimi i fushatës, ka një gjuhë përplasëse po vlerësohet përqarëse midis subjekteve politike. Për juve, do duhet të fokusohen partitë politike në programet e tyre, në telashet që përballen qytetarët dhe jo në këtë gjuhë? Po patjetër, do thotë e mira do të ishte që të kishim shpalosje të programe këto ditë, që të kishim debate përmbajtësore rreth programe, rreth ofertave të partive politike. Sikur domethënë kjo tash u bë gjuha, ashpërsimi i gjuhës, moszgjedhja e një gjuhe etike për të komunikuar politikisht mes partive politike, sikur është bën një farë trendi që në fakt nuk është i mirë, aq më tepër nuk është i mirë për shoqëritë dhe për vendet që janë në tranzicion, për vendet që kanë një të kaluar kështu post-konfliktuale, post-komuniste, dhe do duhej gjuha të ishte më demokratike, të ishte më liberale, dhe ne nuk është që kemi pas në të kaluarën probleme në proceset zgjedhore, domethënë incidente, eskalime të ndryshme, por që si duket edhe partitë politike, duke qenë se për më pak se 2 vjet po organizohen 3 zgjedhje nacionale,
si duket s'kan çka me ofru, sepse nuk ka pas ndonjë progres, nuk ka pas as ato në pushtet, po as opozita nuk ka qenë shumë kreative me kërku llogari prej partive në pushtet, prej partisë në pushtet, po kur i shton kësaj që partia në pushtet një pjesë të madhe të kohës ka qenë me qeverinë në detyrë, me parlament të pakonstituum, me institucione të pakonstituume. Kjo e ka bo një farë mënyre kur s'ke çka ofron, s'ke çka tregon çfarë ke bo, tani si duket po kalohet në një gjuhë që nuk do të duhej. Për mendimin tim, kjo është më pak e duhur dhe mas pakti i duhet Kosovës një përplasje, domethënë një përplasje ndërpartiake në një proces zgjedhor nacional. Unë shpresoj që domethënë ato 10 ditët e fushatës do të jenë më përmbajtësore, sepse kjo çka po shohim deri sot nuk është. Shpresoj që aty të ketë diçka më përmbajtësore dhe shpresoj që të mos luhet vetëm në kartën e sigurimit votave, manipulimit të votuesit me premtime të mëdha dhe ndonjëherë edhe me kauza të mëdha, të cilat mendoj unë që Kosova në këtë planin nacional i ka tejkalu, domethënë ka siguru pavarësinë, ka siguru një numër të madh njohjeve, dhe tani, domethënë, qeveritë në planin e jashtëm duhet të angazhohen për antarësime të reja, po jo ta mbushin gjuhën, ta mbushin, si me thonë, të mbushin nga studiot, po edhe portalet me tituj bombastik, besa ndonjëherë edhe me tituj cinik, ndonjëherë edhe me fyrje për individ brenda grupeve të ndryshme. Krejt kjo për një intelektual është kogja jo përmbajtësore dhe kogja e kotë kur e dëgjon si fushat. Unë uroj që kjo me ndryshu në ditët në vijim, unë uroj që me pas diçka ma përmbajtësore me shpalos partitë politike, dhe në veçanti partia ma e madhe politike cila ka ndërtu pritjet mëdhaja tash e 5 vjet, po që realizimet nuk i ka pas konform asaj çka ka premtu, dhe unë menoj që duhet mu fokusu të detyra konkrete. Tani unë e di që nga përvoja ime në politikë, e di që nga viti 2014 ne kemi një ligj për sigurime shëndetësore, po akoma s'kemi sigurime shëndetësore. Dhe diçka që është shumë e prekshme, diçka që është tepër jetike për qytetarët edhe ashtu të varfër me paga të ulta, një mbulim i sigurimit shëndetësor, pra përmes një buxheti ku participon edhe qytetari edhe shteti, do t'ishte ndoshta do t'ishte diçka shumë imediate, shumë e domosdoshme me ndodh. Dhe këto tash nuk e përmen as opozita, as pozita. Në kalkulimet që mund t'i bojnë ekonomistat më mirë, nuk është, domethënë, nuk është ndaj kosto shumë e madhe e buxhetit, sepse buxheti edhe ashtu po shpërndahet për skema të ndryshme sociale. E kjo është ndoshta ajo që e kishme, pra nuk po ndëgjojmë tema të mëdha, tema konkrete, nuk që prekin drejt për drejt interesat e qytetarëve. Njëkohësisht kjo, profesor, kjo gjuhë dhe këto përplasje dhe një sinjal megjithatë që mund të ketë edhe në të ardhmen një blokadë për krijimin e institucioneve, sepse kujtojmë vendi po shkon në zgjedhje për shkak që s'u arrit konsensus për zgjedhjen e presidentit. Mund na pres pothuajse e njëjta situatë? Shiko, unë pres mos me ndodhë mos me u përsërit situatat e njëjta, tek e fundit kushtetuta jonë, po edhe sistemi jonë, domethënë pluralist, demokratik, një republikë parlamentare, është ndërtu masisoj që fuqin e vendimarrjes e merr partia fituese, pra partia që arrin me bo qeverinë. Dhe duke qenë se ne nuk jemi republikë presidenciale, nuk kemi president të zgjedhur drejt për drejt, unë mendoj që nëse qytetari edhe njëherë jep mbështetje masive që i ka dhënë në zgjedhjet e fundit partisë parë, unë mendoj që duhet gjetë ajo e para, pra duhet gjetë mundësinë, po edhe parti tjera duhet me qenë bashkëpunuese që vendit mos shkoj eventualisht në rastin më të keq edhe njëherë në zgjedhje për shkak të pamundësisë me zgjedhë një president. Sepse tek e fundit
presidenti është më pak i rëndësishëm për zhvillim, po mendoj posti i presidentit në sistemin tonë kushtetues është më pak i rëndësishëm se sa posti i kryeministit dhe i qeverisë, pra i ekzekutivit. Dhe ne vendi ka nevojë për ekzekutiv më shumë. Kështu që unë mendoj që konform rezultateve që dalin, partitë duhet të reflektojnë e mbi të gjitha partia fituese duhet të gjejë solucionin se si me i siguru vendit institucione për 4 vitet e ardhshme, përkatësisht për 5 vitet kur është fjala për president. Ambasadori i karrierës Albert Prenkaj vlerëson se gjuha e përdorur nga politikanët këto ditë po i polarizon edhe qytetarët. Sipas tij, partitë politike duhet të fokusohen në programet e tyre dhe të lënë hapësirë për bashkëpunim pas zgjedhor për formimin e institucioneve të reja. Në ndojnë edhe pak ditë, ambasador, nga nisja e fushatës zyrtarisht, megjithatë ka këtyre ditëve intensifikim të akuzave, të ndërakuzave nga subjekte politike dhe një gjuhë që është vlerësuar e papërshtatshme. Si e keni parë deri më tani? Kemi vërejtur pra që nga fillimi para fushatës, gjithsesi fushatës, një gjuhë që për mendimin tim është gjuhë e papranueshme, gjuhë e cila nuk përkon me atë çfarë unë pres apo çfarë do të priste qytetari i Kosovës që të jetë gjuhë programore apo gjuhë e programeve politike të cilat do të shpalosnin në mënyrën se si njëra apo një parti tjetër do t'i qaseshin problemeve me të cilat ballafaqohet qytetari. Pra, nuk jemi duke ndëgjuar ndonjë gjuhë e cila ishte dashur të jetë e prishme, një gjuhë e cila do të ishte shumë më qetë dhe më e pranueshme për publikun e Kosovës. Përkundrazi, jemi duke përcjellur një fushatë e cila është plot mlef, intriga, do ta quaja kësaj, dhe gjuhë e cila është duke jo polarizuar vetëm spektrin politik në Kosovë, por është duke tentuar që të polarizojë edhe publikun e Kosovës, pra në përditshmërinë e publikut të Kosovës, përfliten shpifjet, intrigat, gjuhë do ta quaj e papranueshme e fushatës zgjedhore, e cila nuk i shërben të mirës qytetare e as të mirës këtij shteti. Po, megjithatë, ambasador, janë sinjale këto se pas zgjedhjeve mund të ketë sërish të lashe në formimin e institucioneve sa i përket marrëveshjeve konsensusit. Kemi parë për në të kaluarën, pra për tashmë 2 vite me radhë se disponimi politik i spektrit politik Kosovë, posaçërisht partisë e cila fitoi tash disa herë zgjedhjet në Kosovë, nuk ka treguar ndonjë gatishmëri për kompromis, nuk ka treguar kulturë politike të kompromisit e që do t'i përshtatej sistemit politik në Kosovë, sepse sistemi politik i Kosovës, gjithsesi kushtetuta e Kosovës, në një formë detyrimisht detyron partitë politike që të ulen në tavolinë dhe të gjejnë zgjidhjen kompromisit për formimin e qeverisë, apo edhe për formimin e institucioneve tjera të Kosovës, siç është presidenca. Kemi parë në të kaluarën një disponim i bazuar në inate dhe në vetëmjaftueshmëri që ka rezultuar me një vakum institucional për një kohë të gjatë, e që në arenën ndërkombëtare është duke i kushtuar shumë Kosovës, Kosova është duke u vonuar në shumë procese, gjersa kemi turbullirat mëdha ndërkombëtare dhe pritje që të vendoset një rend i ri botror, ku Kosova në asnjë formë nuk është duke e gjetur vetveten dhe nuk është e përgatitur për këtë proces i cili do të determinojë historinë e rajonit, historinë e Kosovës dhe historinë e botës për një periudhë të gjatë. Pra, kemi inate politike, të cilat fatkeqësisht nuk premtojnë që do të kemi institucione me njëherë të themeluara. Unë megjithatë edhe përkundër shprehjeve kështu pozitive se për shembull të vetëvendosjes se do të fitojë më tepër se 51%, unë dyshoj se do të arrihet ky rezultat dhe Kosova do të gjendet në një pozitë
politike pas zgjedhore ku pritet, do unë pres dhe pledoj tek institucionet tek partitë politike të Kosovës që të ulen të gjejnë kompromis për formimin e qeverisë dhe zgjedhjen e presidentit apo presidentes, mënyrë që Kosova, të qytetarët e Kosovës pra të kenë shpresë se jeta e tyre do të ketë përmirësime në çdo aspekt, si në aspektin ekonomik, atë financiar, të punësimit, por edhe në politikën e jashtme Kosova do të duhet të jetë e përgatitur për çfarëdo zgjidhje që do t'i ofrohet rajonit dhe të plotësojë të gjitha kushtet e saj si shtet dhe përgjegjësitë e saj ndërkombëtare në mënyrë që të jemi faktor stabiliteti dhe faktor i parashikueshëm për miqtë tonë ndërkombëtar. Ministri në detyri punëve të brendshme të Kosovës, Xhelal Sfeqla, njoftoi se janë ndërmarrë hapat e parë drejt themelimit të Gjandarmërisë së Kosovës. Zyra e BE-s në Kosovë ka thënë se jemi në dijeni të raportimeve të mediave në lidhje me këtë çështje. Përpos kësaj, një zëdhënës për media i kësaj zyre deklaroi se tani më e kanë kontaktuar Ministrinë e Punëve të Brendshme të drejtuar nga Xhelal Sfeqla për të marrë më tepër informacione në lidhje me këtë zhvillim. Në pjesën tematike të emisionit flasim për privatësinë nga rrjetet sociale. Komisionerja e Agjencisë për Informim dhe Privatësi, Krenare Sogujeva Dermaku, sqaron sfidat e sigurisë në botën digjitale. Komisionerja Sogojeva në një intervistë me gazetarin Erion Hasani sjell detaje të rëndësishme mbi sigurinë kibernetike, përdorimin e kamerave të lagjës, mbrojtjen e të dhënave personale dhe rreziqet që qytetarët përballen çdo ditë në hapësirën online. Çështja e privatësisë nuk është më çështje nacionale. Kjo mbrojtja të dhënave është duke u kërkuar në gjithë globin nga gjithë rregulatorët, për qëllimin e vetëm që të mbrohemi prej kësaj që quhet makinerie, që është inteligjenca artificiale. Prandaj, fatkeqësisht Kosova ka institucionin që mbikëqyr mbrojtjen e dhënave personale dhe zbatimin e ligjit për të dhënat personale, por në anën tjetër, sa jemi ne të rrezikuar si shoqëri, mund të them se dyfish jemi të rrezikuar për faktin që neve na mungon ajo që është censore në kohën e epokës digjitale, që është domeni shtetëror, ku mund të kontrollohet nga mekanizmat shtetëror se cilat janë hyrjet dhe daljet e gjithë këtyre publikimeve apo veprimeve që bëhen në internet të hapur. Dhe kjo çështja e domenit është çështje politike të cilën nuk mund ta kalojmë shumë lehtë. Por gjithsesi, ajo çka më bën të ndihem mirë sot pas 5 viteve operimit të Agjencisë për Informim dhe Privatësi dhe mbikëqyrjes së batimit të ligjit për mbrojtjen e dhënave është bashkëpunimi që ne kemi pas me të gjitha institucionet publike, shoqërinë civile apo edhe sektorin privat në ndërgjegjësimin qytetar për ta njohur secili të drejtën e vet të privatësisë, dhe e dyta në ngritjen e përgjegjësisë, qoftë institucionale, publike, qoftë kontrolluese privat, që të ndërmarrin masa për mbrojtjen e privatësisë së qytetarëve. Nuk mund të them se edhe mas 5 viteve ne jemi në gjendje shumë të mirë sa i përket ndërgjegjësimit. Shumë qytetarëve sot ju shkelen të drejtat dhe nuk e dinë adresën e agjencisë, që është për fat të keq, por ne brenda këtyre kapaciteteve që kemi operacionale, s'ka sektor në Kosovë që nuk e kemi prek për t'i thirr ata në zbatimin e ligjit për mbrojtjen e dhënave. Tani pse privatësia mbetet ende një temë jo shumë e diskutueshme ndoshta, janë dy drejtime. E para është që nuk po vihet si prioritet, që duhet të jetë patjetër prioritet qeverisës i vendit tonë, dhe e dyta që qytetarët ende e shohin se publikimin që ne i bëjmë na bëjnë të ndjehemi mirë, domethënë thjesht jemi shoqëni që kemi shumë qejf të publikojmë shumë çka rreth vetes. Por ajo çka duhet ta dinë qytetarët është se çdo postim që sot e bëjmë, çdo publikim që sot e bëjmë, çdo marrje e dhënave që neve na bëhet nga sisteme të ndryshme, krijon një rrezik për jetën e tyre reale. Prandaj edhe duhet ta dinë
se si ta mbrojmë vetë. Sa janë të rrezikuara të dhënat personale të qytetarëve, po përfshim edhe atë pjesën që kur japim dhënat për aplikime dikon online ose për të porositur diçka, i japim dhënat personale, na kërkohen dhënat personale dhe ne i ofrojmë pa pikë frike, po sa rrezikon kjo qytetarin? Absolutisht çdo dhënë që na japim në internet dhe nuk arrim ose nuk e lexojmë se kujt po ja japim ato dhëna. E që kryesisht ka shumë në Kosovë që operojnë kompani fiktive të cilat ofrojnë shërbime të ndryshme e të cilat s'bëjnë asgjë tjetër veç se mbledhin të dhëna, pastaj ka edhe mesazhe që na vijnë të cilat janë atraktive që thjesht ofrojnë një pasuri, mund ta them, ose një diçka shumë atraktive që e nxit qytetarin për ta kiku, edhe aty është qëllimi veç marrjes dhëna, prandaj qytetarët nuk duhet t'i japin ato dhëna, sepse edhe blerjet online që bëhen, duhet të lexohet saktë se kush është kompania, se ai ka politikat e privatësisë, a ka adresë, sidomos adresë, domethënë çështja e parë që identifikon nëse kompania është e regjistruar në ARBK, domethënë edhe funksionon në Kosovë, duhet me pa adresa, nëse është jashtë, po ashtu ka adresë, dhe nëse nuk kanë webfaqe të cilat nuk kanë këto të dhëna, atëherë dihet që ato e bëjnë për përfitime për ta shit produktin, e që operojnë rrugëve jo zyrtare përmes tregut të zi, apo edhe që kanë për qëllim mbledhjen e dhënave personale. E rreziku është deri aty ku merret shija e personit, domethënë merret shumë faktor, thjesht dëshira ajo se çka ti vesh, ajo se çka ti han, ajo se si sillesh. Dhe kjo çon deri te profilizimi, dhe profilizimi në epokën digjitale është marrja komplete e identitetit tonë. E çka është kjo? Është që kur na merret identiteti nga dikush, atë dikush në emër tonin vepron në internet duke u bërë edhe kriminal dhe pasojat i vuajmë ne në jetën reale që i kemi. Prandaj deri këtu shkon rreziku dhe këto duhet ta kemi parasysh. E kryesisht rreziku i parë është që preket llogari bankare. Prekemi te aty ku të gjithë kanë interesin mbledhjen e parave pa bazë ligjore. Çfarë duhet bëjë një qytetar nëse fatkeqësisht janë vjedhur të dhënat personale, identiteti i tyre, edhe a ka një numër të konsiderueshëm të këtyre qytetarëve që vuajnë nga ky problem, sa është numri i ankesave edhe çfarë ndodh më pas? Tani, numri i ankesave ka shku nëse vitin e parë të operimit tonë kemi pas 35 ankesa, tani kemi rreth 300 ankesa, vitin e kaluar domethënë, por gjithsesi mbetet shumë i ulët numri i ankesave në krahasim me shkeljet që bëhen ose shkeljet që përballen qytetarët për faktin që nuk e dinë se ekzistojmë edhe pse ekzistojmë. Dhe kjo është thirrja që ju bëjmë vazhdimësisht qytetarëve që ne ekzistojmë për t'ju mbrojtë pikërisht nga këto shkelje që mund t'ju bëhen. Se cila është mundësia e mbrojtjes së tyre, varësisht se ku ka ofru dhëna. Nëse gjejmë që janë operatorë që janë në Kosovë, ne shumë lehtë i gjejmë ata, sepse janë të regjistruar dhe normalisht ne edhe i gjobisim për shkeljet që i bëjmë. Mirë po, nëse kanë hyrë dhe kanë dhënë të dhëna, apo edhe kanë publikuar në platforma të ndryshme të dyshemta, atëherë është shumë vështirë që të gjenden, edhe për atë ne gjithherë bëjmë thirrje se privatësia fillon nga ne si individ. Dhe ne duhet të kemi kujdes se kujt po ja ofrojmë dhënat. A ka ndonjë metodë ku qytetari mund ta kuptojë se dhënat e tij janë duke u keq përdor, apo duhet me prit derisa të bëhet e madhe? Në fakt është trajnimi ose edukimi i vazhdueshëm që duhet ta bëjmë. Domethënë epokën digjitale, ne sot çdo ditë duhet të mësojmë se çfarë është kjo jetë e re, çfarë është kjo epoka e re që ne si shoqëni, jo vetëm Kosovë, por si shoqëni globale jemi duke jetuar. Prandaj duhet të mësojmë çdo herë të edukohemi rreth përdorimit të teknologjive të reja, deri ku mund të çojnë ato, tani ta kemi parasysh se kompanitë e mëdha që operojnë nëpër botë kryesisht janë mirë të rregulluara dhe kanë adresë. Po flasim për mundësinë e keqbërësve, kur neve na shfrytëzojnë këtë mosdijen tonë të sjelljes në internet dhe na i marrin të dhënat dhe na shkaktojnë dëme pastaj. Thjesht mundësia vetëm është edukimi jon krahas kohës që po e jetojmë. Cilat janë ankesat më të shpeshta që qytetarët e adresojnë tek Agjencia për Informim dhe Privatësi, edhe nga këto ankesa që menja e kuptoni se a janë sadopak të informuara për të drejtat e tyre? Vetë rritja e numrit të ankesave na tregon se ka një ndërgjegjësim, por përsëri e përmend që nuk është në nivel i këndshëm i ndërgjegjësimit qytetar, prandaj edhe ju bëj thirrje qytetarëve që sa herë të dyshojnë
që po i shkene, po i merren të dhanat ti drejton Agjencisë për Informim e Privatësi, e në anën tjetër natyra ankesave është shkrimet të ndryshme, dhe fillon prej kësaj që është marketingu i drejt për drejt, ku kompanitë e ndryshme na dërgojnë mesazhe apo edhe na thrasin telefon pa pas përqimin ton para prak, gjë që është ndaluar me ligj. Pastaj marrja e pamjeve tona nga kamerat që vendosen nga kontrollues të ndryshëm, qofshin ata publik apo edhe persona privat, edhe deri te shkelja që mund t'ju bëhen duke i përpunuar të dhënat tona jashtë qëllimin për të cilin i mbledhin kontrollues të ndryshëm. Kushtimisht e them, si rast, në qoftë se një kompani na i mbledh të dhanat tona, numrin e llogarisë, adresën, telefonin, sepse ne kemi qenë dikur punëtor të asaj kompanie, e njëjta ka obligim që pas dikot t'i shkatroj ato dhana dhe në asnjë mënyrë të mos i transmetoj diku tjetër, as më pak t'i publikoj. Po na ndodh që të njëjtat mund edhe të shiten, sidomos numrat e telefonit, dhe dikush të fitoj para duke përdorur të dhanat tona. Domethënë, shkeljet janë të ndryshme deri te ajo ku keqpërdrimi shkon edhe në rrjetet, në internetin e zi që njihet, atje ku del publikisht në mënyrë jo legjitime, por që ekziston rrjeti i zi, interneti i zi ku dhanat tona ju servohen krejt qytetarëve të botës. Domethënë, kushdo që ka qasje në internet dhe mund ta bëni kërkim të thjeshtë me aftësitë teknike që ka. Prandaj për këtë është shumë e rëndësishme. Nesër sot bota është duke ecë me shpejtësi shumë të madhe në zhvillimin e teknologjisë dhe inteligjencën artificiale, e dim rrezikun e vetë mësimit që e ka inteligjenca artificiale, nesër do të krijohen robotët ose veç janë krijuar dhe të njëjtit do të veprojnë na emërtonin. Kështu që mund të duket një skenar filmi, po është një realitet që ne veç kemi hyrë të dhe e vetë nga gjë që duhet ta dim është të edukohemi që ta ruajmë veten tonë nga ky gjigant mekanik që është vetë inteligjenca artificiale. Zonja Sogujeva, përmendëm edhe kamerat, është një trend që ka bërë bujë edhe në media e në rrjetet sociale. Persona të ndryshëm vendosin kamera në përlagje, që besa edhe në përhymje të banesave, pa lejen e askujt, edhe nuk i marrin leje askujt, as banorëve, e marrin dhënat, marrin fytyrat, kush kalon, çka kalon, a është e ligjshme kjo, edhe nëse jo, a dënohet? Po, patjetër. Në vitin 2022, agjencia ka marrë një iniciativë gjatë bashkë me gjitha komunat e Kosovës, ku e kemi ndalu vendosjen e kamerave në shesh dhe faktikisht transferin e kamerave që ka vendos komunat në sheshe publike dhe ja ka dhënë ato policisë Kosovës, i cili është i vetë një autoritet në vend që ka të drejtë të vendos kamera në për rrugë publike. Pra ta keni parasysh, një autoritet është Kosovë dhe ajo është policia Kosovës. Çdo kush tjetër që mund të vendos kamera në sheshe publike, hapësira publike, është e ndaluar dhe dënohet me ligj. Ne kemi pas shumë raste, kemi trajtuar shumë ankesa, ne kemi shqiptuar 3 gjova vetëm këtë vit për çështjen e vendosjes kamerave të palegjshme. Kemi dikon 12 ankesa aktive aktualisht vetëm këtë vit për vendosjen e kamerave jashtë kritereve ligjore. Kështu që ky fenomeni i kamerave fatkeqësisht ka qenë shqetësues, po bëhet edhe më shqetësues kur po zhvillohet edhe teknologjia dhe tash po dalin edhe kamerat me inteligjencë. Është e ndaluar që jashtë perimetrit të territorit ku shtrihet pronësia jonë, si persona privat në shtëpitë tona, të vendosen kamerat. Është e ndaluar që këto kamerat të publikohen. Duhet patjetër të jetë shenja nëse jo në shtëpi, në dyqane apo biznese ku ne i vendosim kamerat. Tjetra është në hapësirat publike, në këto kolektivet, në hapësirat kolektive ku janë domethënë ndërtesat kolektive. Atëre edhe këtu ligje ka paraqashur mirë që duhet 70% e pëlqimit të banorëve që të vendoset një kamerë e tillë. Po të njëjtat pamje në asnjë mënyrë nuk guxon të publikohen. Tjetra është që ato duhet të ruhen vetëm deri në 30 ditë, nuk mund të ruhen më gjatë. Tjetra është që ato duhet të vendosen shenjat që janë në vëzhgimin e kamerë. Domethënë, gjitha këto e përbën legitimitetin e përpunimit dhënave përmes kamerave. Po nëse këto nuk plotësohen, atëherë kemi bërë shkelje të ligjit dhe përveç, po them që është ngrit numri ankesave se qytetarët e kanë kuptuar, ka filluar me u bë edhe një thjesht ka shku deri tek vëmendja e qytetarëve që të adresohen tek ne, po edhe ta luftojnë një dukuri e cila sado që njërin anë duket se nuk po e lejon sigurinë, në fakt ajo rrezikon diçka shumë më të madhe që është privatësia, e pa kemi të bëjmë me sigurinë, sepse sigurinë në Kosovë na ofron policia dhe ne kemi të drejtën si qytetar kur
dhe vrem që në rrugën tonë, plagjes tonë, ka ose mund të ketë, ka dyshime, ka ndodhë ose mund të ndodhe, dhe nuk njemi të sigurt të drejtojme policisë që të na vendos kamerën. Po jo ta marrim të drejtën dhe t'i vendosim kamerat në rrugë publike. Ne kemi të drejtë kamerat t'i vendosim vetëm brenda perimetrit të procesor. Do thotë çdo qytetar mundet me ardhë edhe me u anku nëse komshiu ose dikush tjetër ka vendosur një kamerë në një hapësirë publike, ta zëm një lagje, edhe mund të ankohet edhe mund të merret do të thotë masa. Po, absolutisht po. Një çështje që këtu na ndërlidh me policinë dhe prokurorinë është pikërisht kjo, sepse ne nuk e kemi autorizimin të hyjmë në shtëpia private, ne i kontaktojmë zakonisht dhe këto çështje zakonisht i bëjmë me policinë e Kosovës. Nëse janë brenda, kamera është vendosur brenda objektit ose hapësirës së personit privat, nëse është në rrugë publike na vetëm i largojmë ato. Domethënë gjithsesi e kërkojmë kontrolluese dhe nëse është bërë shkelja rënd, nëse ka kamera rotative, nëse ka kamera me zë, nëse ka kamera që marrin, biometri, atëherë gjithsesi këto janë dënueshme. Po sa i përket bizneseve që përpara hymjeve vendosin kamerat që e kontrollojnë do të thotë rrugën, a mbikëqyren këto kamerat bizneseve, a janë me leje këto kamera? Edhe të bizneset vjen vlena e njëjta, domethënë cika edhe më herët që bizneset mund të vendosin kamera, normalisht gjithsesi pa zë dhe pa biometri, sepse kamerat me zë dhe me biometri janë të ndaluara në parim, ato mund të lejohen vetëm raste caktuara me leje nga agjencia jo, ndërsa pamjet që marrin këto kamera mund të jenë vetëm, duhet të shtrihen në fakt vetëm brenda perimetrit të pronësisë së biznesit caktuar. Në momentin kur janë jashtë pronësisë dhe dalin në rrugë publike, atëherë veç kanë përshkelje të ligjit për mbrojtjen e tonave. Pas këtyre informative, një mesazh e kishim dashur nga ju për gjithë qytetarët e Kosovës lidhur me mbrojtjen e donave personale, si ti drejtohen agjencisë dhe gjithçka tjetër. Faleminderit shumë. Qytetarëve ju bëj thirrje gjithëherë para se të hyrini në webpaqe, sidomos para se të ofroni të dhënat tuaja, se kryesisht ofrohen të dhëna, ju kërkohen ofrimi dhëna. Keni kujdes, lexoni çfarë faqe është ajo, a ka adresë edhe a dihet se kush është. E para është kjo, e dyta, mos keni frikë nga interneti. Interneti duhet të shfrytëzohet me patjetër teknologjia, inteligjenca artificiale, por keni shumë kujdes se si po e shfrytëzoni ato. Edhe nëse e shfrytëzoni vetëm për të mirën e juaj, ose shpesh nëse e shfrytëzoni për ta dëmtuar dikën, ta keni parasysh që do të ketë gjurmim të sistemit, ka gjurmim të sistemit edhe të inteligjenca artificiale, dhe keni kujdes sepse këto, nëse i bëni dëm dikujt, ndiqen edhe penalisht, përveç që dënohen nga Agjencia për Informim e Privatësi. Prandaj, gjithsesi edukimin, por edhe ju bëri thirrje që sa herë që keni dyshime se dhënat tuaja janë duke u përdorur ose keq përdorur, ose janë duke u shkelur nga kushdo qoftë, i drejtoni Agjencisë për Informim e Privatësi, sepse jemi i vetmi mekanizëm në vend apo institucion që e kemi për obligim dhe kush veprim mbrojtjen e të dhënave. Katër persona humbën jetën në një aksident tragjik që ndodhi mbrëm rreth orës 23 në qarkorën e Shkupit, kur një kamion i drejtuar nga një shofer 76 vjeçar humbi kontrollin dhe u përplas me një BMW ku ndodheshin 4 persona. Si pasojë e përplasjes, automjeti pasagerëve u përfshin nga flakët dhe u dogjen plotësisht, ndërsa një nga viktimat ende nuk është identifikuar për shkak të karbonizimit. Shoferi i kamionit është ndaluar nga policia, ndërsa trupat e viktimave janë dërguar për autopsi dhe hetimet për shkaqet e aksidentit po vazhdojnë. Kësaj here me moton Valsi i rikthimit, Radio Televizionin 21 shënoi vitin jubilar 28 vjetorin e themelimit. Balloja këtë vit erdhi ndryshe, u këndua për jetën, por u nderuan bashkëpunëtorët që kanë kaluar në amshim. Në garën tradicionale të ballos u zgjodhën 7 çifte fituese për të udhëtuar në pushime luksoze.
Pas 6 vjetësh ndërprerje, një traditë shumëvjeçare që kishte mbetur në kujtesë u rikthye me dinjitet. Radio Televizioni 21 këtë vit mbushi 28 pranvera, ndërsa balloja pranverore u organizua në një atmosferë madhështore, duke ardhur me moton Valsi i rikthimit, për të dëshmuar se traditat e bukura jo vetëm që rikthehen, por vijnë edhe më të fuqishme. Si çdo vit tjetër, balloja bëri bashk mysafir nga të gjitha trojet shqiptare, artist, figura publike, përfaqësues të medias, kulturës, biznesit, politikës dhe shoqërisë civile, si dhe miq të Radio Televizionit 21. Mbrëmja nisi me koktejl mirëseardhje për mysafirët për të vazhduar më pas me hapjen zyrtare të ballos pranverore. Në skenë u ngjitën drejtuesit e Radio Televizionit 21, të cilët ndanë reflektime mbi rrugëtimin dhe vlerat e këtij institucioni mediatik. Sonte uroj që çdo njeri prej nesh të haroj dallimet, të haroj përkatësitë partijake, të haroj që ka probleme të vogla ose të mëdha kjo Kosovë. Sonte të kënaqemi edhe të gjithë bashkë në këtë pranverë, ti themi Kosovës, po ne jemi me ty, do të jemi me ty, edhe do të punojmë, edhe do të zhvillojmë, edhe do të kënaqemi me ty. Si çdo herë, Radio Televizioni 21 gjithmonë ka ditë të dhuroj jo vetëm program, por edhe ngrohtësi, shpirt, emocion dhe përkatësi. Unë ju dëshiroj pranverë në shpirt, pranverë në zemrat tuaja, pranverë në familje. Një event i cili po mbledh, po të bën vete profesionet ndryshme, individ të çmueshëm të kësaj shoqërie, dhe pas një pauze shkurtër disa vjeçare, po rikthehemi me këtë ballo pranverore, po rikthehemi në shoqërimin ton me juve dhe ju me neve. Më pas nisi valsi tradicional, që shënoi fillimin e garës për çmimet të zakonshme të ballos. Valsi u shoqërua me këngë të krijuara nga vetë drejtoresha e Radio Televizionit 21, Afrodita Saracini Kelmendi. Në skenë performuan artistë të njohur si Saranda Aliaj, Besiana Mehmedi, Eneda Tarifa, Manjola Nalbani, Gjensila Myrtezaj, Dafina Aliu, Jehona Shaqiri, Besa Smolica dhe Aurondeva, duke krijuar atmosferë të ngrohtë, emocionale dhe festive gjatë gjithë mbrëmjes. Gjatë kësaj nate u nderuan 3 çifte që kanë mbetur në kujtesën e televizionit për vallëzimin e tyre në ballot e viteve të kaluara. Nagjie dhe Fahri Buqinca, Shpresa dhe Fikrim Emra, si dhe Shpresa dhe Haqif Mulliqi. Në skenë dolën pasardhësit e tyre për të pranuar buqetat me lule. Mbrëmja vazhdoi me traditën e valsit dhe garën e vallëzimit. Përveç çmimeve për vallëzimin më të mirë, këtë vit u ndanë edhe çmime për çiftet me dizajnin më të bukur, si dhe për çiftin më të ri dhe më të moshuar të ballos. Fituesit u shpërblyen me udhëtime në Turqi, Shqipëri dhe Ulqin, duke e kthyer këtë mbrëmje në një kujtim të paharrueshëm. Njërisi e veçantë ishte projekti Diva Di, një ndërthurje mes krijimtarisë së Afrodita Saracini Kelmendi dhe teknologjisë së inteligjencës artificiale, që i dha një dimension modern këtij rikthimi të ballos pranverore. Festa vazhdoi deri në orët e vona, mes muzikës, vallëzimit dhe miqësisë, ashtu siç i ka hije një rikthimi që quhet Valsi i rikthimit. Shikues të nderuar, ju falenderojmë për vëmendjen dhe mirupafshim në edicionet e radhës.